Tani do të flasim për një organizatë jo qeveritare që titullohet Dyvo Lab, edhe do të flasim për aktivitetet të cilat i kanë të organizuara që të ndodhen gjatë këtyre muajve të vitit 2025 për qëllimin dhe rëndësinë e kësaj organizate, edhe po ashtu thirrjen e mesazhin cilin e përçon. Krejt këto do të diskutojmë bashkë me Erza Lion, që e kemi është koordinatore e projektit. Erza do të na shpjegojë në detaje tash se çka ka të bëjë organizata, fush veprimtaria e saj, e po ashtu mesazhin cilin e përcjell edhe kjo organizatë. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, Agnesa. Faleminderit shumë që gjithmonë afroni hapësirë me diskutu për sendet mira që janë të ndodhur në komunitet. Atëherë me tregu se kush është Dyvo Lab, fillimisht do të më tregu sa përqend e plastikës ose mbeturinave të riciklueshme riciklohen në Kosovë. Sa po ta merr mendja? Nuk kam shifra, po sa reciklohen, nuk do t'jetë një numër i madh. 2.5%, do me thonë prej krejt mbeturinave që na jo i konsumojmë, do me thonë që na që vim pasoj e jetës tonë përditshme, vetëm 2.5% e mbeturinave reciklohen në Kosovë, që është një numër tepër i vogël, edhe kjo është që kemi të dizajnit të qëndrueshëm, ku do me thonë gjithë shka që ndërtojmë në kuadër të aktiviteteve tona, ndërtojmë prej plastikës e cila biciklohet. Do me thonë, për nuk e bëjmë veç këta, kemi një hapësirë që është, do me thonë, Dyvo Lab, ose Fab Lab, ju thonë zakonisht në shtetet e tjera, ku është hapësirë ku përmes makinerive të ndryshme, komuniteti i merë mbeturina cilat që i kryon, i ndonë edhe mandej i ripërdor ato dhe kryon diçka art ose diçka cilën mundet me përdor çdo ditë. Kemi shumë produkte cilat i kemi kriju në kuadër të biciklimit plastikës cilat përdoren prej komunitetit. Edhe nuk e bëjmë veç këtë, do me thonë i edukojmë trit edhe komunitetin përgjithësi për dëmin e plastikave, për çët numrin që është shokues, edhe i mësojmë ata se qysh një shishe cilën te e hedh në tokë nuk do të me kanë në tokë, mirë po as nuk do të me kanë vetë shishe, nuk do të me mbet vetë shishe, mund të më kriju diçka e mrekullueshme prej asaj plastike. Edhe do të kushin mbeturina. Me të pyet një krahasëm ndoshta prej vendeve të tjera, sa riciklojnë vendet të tjera dhe pse ne nuk riciklojmë, kemi filluar një herë një kurs një proces të tillë, por nuk e di pse, ndoshta kjo duhet të filloj krejtësisht prej shtëpive, që brenda shtëpit ta bëjmë një herë riciklimin, të bëjmë ndarjen e mbeturinave, pastaj edhe jashtë, po nuk e di tani pse nuk po funksionon ende kjo. Agnes, që kjo është një keq kuptim cilët kompanitë e mëdhaja ose institucionet na bojnë neve mundi fajtor për mbeturina tona cilat nuk i reciklojnë, mirë po na onë edhe te si dy njerëz që jemi traseshëm, na realisht përdorim shumë ma pak mbeturina, do me thonë, lëshojmë ma pak mbeturina se sa që e bojnë kompanitë e mdhaja ose institucione. Do me thonë, fillimisht duhet me umarë përgjithësia prej kompanive dhe që kjo është ajo që na e paka shumë e promovojmë, do me thonë, jemi të e promovu një ekonomi qarkore ku arkitektët, dizajnerët, inxinjerët nashta kur të kryojnë diçka, mos me kriju prej produkteve krejt reja cilat veç ma shumë e dëmtojnë mjedisin, mirë po me marë plastikën ose edhe mbeturina të tjera me ripërdor atë edhe me kriju diçka prej saj. Do me thonë fillimisht, po besoj që normal që është mirë se cili prej neve me marë përgjithësin e dëmit që jemi të shkaktu mjedisit, mirë po realisht përgjithësia duhet me u zhvendos prej neve nashta personalisht e kompanit matë mdoja cilët non-stop provojnë. Shkak sa industria nuk krahasot me dëmin që mundet me bu një kompani ose një biznes për shkak se ka për masa më të mdoja dhe patjetër ndikim më të madhe. Dhe në mjedis po dhe tek njerëzit e tjerë. Edhe prodhimi është masiv dhe gjithmonë jënë të pa mënyra qysh me kriju sende prej diçka të re që ajde nashta menojnë që do këtë ma bukur ose është ma stabile, ma e qëndrushme, mirë po kjo nuk është reale. Këta jemi të emsu përmes plastikës cilët na vetë jemi të biciklu. E po ashtu, nashta këta nuk e bojnë për shkak se nuk janë të edukum mjaftushëm, ose nashta dhe pasoja që vim prej institucioneve tona nuk janë edhe ashtë mdhaja ose nashta nuk inspektohen sa duhen. Për këtë arsye nashta Kosovë
Kosova është një prej shteteve cila mas pakti e riciklon edhe biciklon mbeturinat edhe plastikën në rajon edhe në botë, mirë po kjo vjen për arsye të ndryshme. Na krejt e kemi ka një kese me kesën shpe, po besoj, kështu që krejt na personalisht... Edhe tash që i pagujmë kesët e kemi një kese, nëse jo shumë e madhe është bëj dykon një kese e mesme. Po, mirë për shembull, a din ti që prej një kesje me kese, më nësh me bo një jelek, cilin më nësh me vesh të dëtë. Ose për shambull më nësh me bo një tepe, ose më nësh me bo një kuletë. Më thonë që to, nështë qatë kesën me kese që përna nëzanë ven në kuzhinë të ikon me një dolap, mund është me marë, me artë e apsirat e dy volab, edhe me thonë, e kam qëtë kese me plastik, jëm të dasht me ripërdor qëtë plastik, mësë më mëzonë ven, pe kuptoj që pasojat jënë të mdoja për mjedisen, a mëni më më tregu qka më i me bo, edhe a i keni makinerit e nevojshme që one me mujt me ripërdor edhe me këtë plastik, edhe për të dy pyetjet përgjigjja është po, për shkak se na i kemi makinerit e nevojshme cila duhen për me ripërdor edhe me biciklu plastikën, edhe njëkohësisht e kemi hapësirën ku gjithë komuniteti mundet me ardhë me pru plastikën e vetë, na e bojmë atë ndarjen, sidomos shembull këto kapakat e plastikave mundën shumë let me u riciklu edhe mu bo paleta, cilat mundën me qenë ashta mundet me qenë që kjo tavolinë ose diçka tjetër. E që kjo është ka jemi të mundu me bo për mes aktiviteteve tona në kuadrë të programit vjetor. Do me thonë, i kemi punëtërit, cilat kryesisht jemi të mundu me i bot me të rritë, ku ata vinë, i shojnë maqinat cilat i kemi në hapësirën tonë, e marrim për logën ose plastikën cilën e kanë në shpe, edhe e shojmë qka muj me bona me atë plastik, po njëkohësisht, ti mundesh me pas një ide, shambull, dje e takova një shoqe cila është të studiu mjekësi, edhe tha, po du me vazhdu neuropsikologji, mirë po kushton shumë shtrajt, po du me marrë do prototipe trunit edhe me i po cilat janë ato nervat e senet e tjera, edhe një thash, po hajde bëje të na, për shkak se na i kemi një 3D printer në hapësirën tonë, ku ti mundesh me gjetë një dizajn edhe me prodhu gjithë shka që ty shka në mendje për mes 3D printerit tonë, e njëkohësisht jemi të i pritë edhe disa maqina të reja ku filamenti cili përdoret për me kriju sane me 3D printer, na e kryojmë vetë për mes plastikën cilën e ripërdorem. Kështu që kjo është ideja, për njëkohësisht jemi të tash me bo edhe avokem, sa ma shumë të institucionet edhe të komunitete, e kemi programin e multimedias ku non-stop jemi të publiku artikuj lidhën me pasojat e mbeturinave, për shembull na non-stop hajmë mikroplastik edhe nuk e dim. Edhe ajo është tepër e dëmshme për shëndetin. Do me thonë jemi të dashur me pru në dritë që to dëmet... Artikuj, hulumtimet, që pastaj me mësu ose me u njoftu edhe shumica dhe masa, sepse shpesh herë kur nuk i diskutojmë këto tema, apo nuk kemi ku me i ledzu, ku me i pa, nuk na shkon mendja, veç hajt hion të shon që ose hanë mikroplastik, për në momentin kur del tek një faqa, apo edhe tek portali ku apiknet që po ashtu e kemi diskutu dhe kemi pas këtë material, pa tjetër që është ndimesa dhe zgjëm për mendjen e tjerve. E që linë pytja se qka mundemi pastaj me bo dhe qysh mundemi me hi këtë plastik edhe nga toka, pastaj edhe nga trupi jonë. Ure që qëto aktivitete me zgjat ma tepër edhe fokusi që në ka tek të rinjt, Po, tek të rinjt, po jo vetëm. Po, jo vetëm. Jemi të mundu me i targetu krejt ka pak, dhe me thonë, për mes edukimit, sigurisht krejt duhet me ditë ta janë të angër mikroplastika, jo, edhe që është mundën ashta me evitu atë, mirë po tritjen ashtu shpresa jo, një farforme, për shkak se qëta trit për rritën mu bo zyrtar në për institucione, politikaj, për rritën mu bo pronart kompanive, cilë kryojnë produkte, edhe na përdojmë me mësu ato me qenë sa ma qëndrushme. Po ashtu edhe institucione, do më thonë, e kemi një hulumtim cilin kemi me bo ka gjysa vitet, ku kemi me pasë sa institucionet lokale po reciklojnë plastike dhe sa ata janë gati nashta një hapësirë si kur dy volebe që e ka në Prishtinë, më bo në Pej, në Gjakovës, ose ku dhe tjetër që më bo një farë si loj brende ose si një loj seti i ku gjto komune madhe ose edhe vogël që atë pësinojmë na mundet me pas një hapësirë ku i mbiciklen plastikën. Na i kemi një event me 2 prill në zyren tonë, në hapësirën tonë të
dy volleyve që tash ka me qenë e hapur për gjithë. Është me 2 prill, prej orës 7, edhe krejt kanë me pas mundësi me ardhë, mi pa cilat janë makinat që na i kemi në hapësirën tonë, me pa pak ma në detaje, cilat janë aktivitetet në kuadër të programit tonë vjetor, edhe me regjistru që na me i njoftu ata kur i kemi qëto punë të rritë e biciklimet e kështu me radhë. Kështu që unë publikisht i ftoj krejt me ardhë me 2 prill edhe me pa hapësirën tonë, kur po thëmë tonë, po mënej e jam ja jotja e gjithë koj që jeton në Kosovë edhe ka pasion, ose nashta nuk ka pasion për shkak se nuk ka mjaftueshëm informata, me kriju diçka të qëndrueshme edhe të mbiciklume prej plastikës ose veturinës. A ka deri tash interesim jo vetëm për këtë ngjarje që pritet me u bë tash prill, po më përgjithësi kështu, me ditë edhe për 2 volleybe edhe me ditë edhe për ambientin, për çka mundemi me, a janë kurioz, a janë kreativ, a duan bëjnë diçka prej ndoshta kur gjohet që na duket neve dhe e gjujmë, a ka të tillë? Definitivisht, çdo vit fatmirësisht njerëz po shkojnë tu bë më të përgjithshëm edhe tu mësu më shumë për krizat cilat mjedisi vetë se po i ka dhe mundet me i pas në të ardhmen, edhe sigurisht do të mu investu halane dukem njerëzve për pasojat e mjedisit që ja shkakton plastika edhe mbeturinat e tjera mjedisit. Fatmirësisht komuniteti është të eduku, ka interesim në përgjithësi, sidomos shembull për neve me rëndësi është që thash arkitekt, dizajnerat, inxhinierat që krijojnë diçka prej fillimet edhe veç me mësu ata që në të ardhmen kur bëhen persona me fuqi me i përdor materiale cilat janë të mbiciklume edhe janë të ripërdorta dhe jo me kriju, me vazhdu që ciklin ku gjithmonë jetu kriju diçka tre prej kur gjë hiqet, po nashta me kriju diçka tre për diçka që dikur ka qenë e vjetër në farë forme. Kështu që definitivisht ka interesim, kishim dashur nështë me qenë pak ma shumë interesime që ta jemi të mundu me adresu për mes aktiviteteve të ndryshme ku na vetë dalim komunitet në gjashëm me aktivitetet që kemi me 2 prill, veç me njëftu njerëzit që eksiston një hapësirë e tillë në Prishtinë edhe është e hapur për krejt, edhe jemi të dashur sa ma shumë me investu në edukimin e komunitetin për mes artikujve, hulumtimeve edhe materialeve tjera cilat e promovojnë punën që na bojnë për njëkësisht edhe i një farforme i qesin dritë që to çështjet e mjedisit për personat e tjerë. Uroj që me pasë edhe më të interesuar edhe nga kompanit, institucionet të tjera. Definitivist. Cilat patitër që kanë një ndikim edhe më të madh këtu se sa vetëm një individ apo një ambisëri e caktuar. Ers faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për informatat, shumë kënaqësi që të pata këtu në studio. Faleminderit ty.